pak. Do me thonë ke vazhdimisht paraqitje televizive dhe vazhdimisht je në gjirimet videoklipeve të ndryshme, se ne na ka ra me kontaktu vazhdimisht, pavarësisht që ke qenë në Zvicër, kena kontaktu vazhdimisht për me qenë pjesë e emisionit, po çdo herë ke qenë i zonën, edhe tani kur ke ardhur në Kosovë, ke ardhur, do me thonë shumë pak kohë, edhe tani ne po e realizojmë emisionin, s'ta përfundojmë emisionin, kime ikë për aeroport. Direkt aeroport, po kështu jam unë. Unë kështu jam, jam si bombë atomike. Në atë kuptimin eksplozoj, andej këndej, tani si këmë për 3 ditë, paraqitja andej promovime, çmime titull të Skënderbeut, nëse që ishmi të këngë nga Skënderbeut. Unë jam Skënderbeu, është një këngë, por do më thonë që nga ona ime, do më thonë është kulminacioni për moment i këngëve patriotike. Figura Skënderbeut, rreth statujës dhe emrit dhe veprës Skënderbeut, mblidhe me gjithë shqiptarët ku jemi, pa dallim ku jeton, pa dallim partije, feje, apo edhe gjinie. Dhe pikrisht për këtë edhe në videoklip, se regjit e këngëve i pa gjitha vetë, edhe pikrisht edhe këtë e këmë zgjedh 6 djemë edhe 1 vajzë. Se nuk jemi vetëm ne meshkujt Skënderbe, po janë edhe vajzat Skënderbe. Pra edhe çdo shqiptar me gjak shqiptare Skënderbe. Vetëm një vajzë. Po, një vajzë tani ishte Shote Galica. Shote Galica. Edhe është e veshur edhe ajo me kostumen e moshkëve, domethënë vajza, ajo është domethënë. Edhe Shote Galica, po edhe me tregu edhe bocës femërore që domethënë çdo shqiptar me gjak shqiptare Skënderbe. Edhe një femër mundet me qëndru shumë e fortë, edhe një femër mund të jetë qëndrojnë. Po, do me thënë ka pas shumë femna pjesëtare të fushës shqiptare, edhe shumë femna ka police që janë shumë të suksesshme. Këtë këmë tregu edhe me këtë këngë që do me thonë çdo shqiptar me gjak shqiptari pa dallim gjinie, feje apo partije, apo edhe lokacioni ku ndodhet, 4 anë të botit është Skënderbe. Për ata, unë jam Skënderbe, po edhe ti baki je vetë Skënderbe. Patjetër. Keni lancu videoklipin më të ri pare. Pare, pse pare? Po këtë bota silët tani do këthejmë pak edhe të këngë pak që janë pak me atmosferë shumë pozitive, ma relaksuese, se që i tregumë histori tjera, se normal në karierën time, në artin tem, kënga patriotike më kanë thonë njerëzit o bekim, nëse nuk ke nevoj të bëj Shqiponja, se ti vetë je Shqiponja. Kështu që mirë Shqipo e bën, po nuk ke shumë nevoj. Aty patriotizmi qëndron në ADN. Nuk e kam bune ata që vetëm kështu përkohësisht. Edhe të këngë pak ma relaksuese, ma ritmike, tani kënga e fundit është pare. Po e ku më thonë, sa e mirë je, po sa shumë me marre. Ja ku më tregu 2 anë e parës. Sa e mirë është parja, po sa me marre është parja. Po tani nuk është vetëm kjo se unë e shoh kështu parën. Pa pare, sot thuj se nuk realizohet asnjë gjë. Po tani ona tjetër, nuk është vetëm parja gjithë shka për njeriun. Emocioni nuk blehet me pare. Tani edhe rrëfimi i jetës në atë kuptimin, nëse s'ke ti emocion, nëse s'ke çka tregon, po nuk do sa është se ti ke pare, nuk do të tregosh gjëra që ku përjetu unë, në shembull në helmim ose ata, nuk paguhet kjo me pare. Domthonë parja është. Edhe njeriu, parja e ka detyru ky sistem, që është domthonë këtë botën po flas, nuk është këtu punë shqiptare, është globale kjo, domthonë që njeriu të bëj gjëra jashtë vetes vet. Që ndoshta mos të ishte parja si monedhë, nuk ishte ky lloj sistemi, të ishte një formë tjetër, domethënë njeriu shumë gjëra nuk do t'i bënte për parë, do të ngelte më njëri se sot që është një pjesë e njeriut. Po shpresoj që do ndryshojnë tani për të mirën e njerëzimit, për moment kjo është mbi jetesë dhe interes parja. Fiks. Po sa i kënaqën me publikimin e videoklipit, si ka ecë videoklipi, me qenë se tash ke ardhur në Kosovë dhe sot ik për në Zvicër, vazhdimisht ke qenë prezent në për emisionet ndryshme. Në për emisionet, po. Do me thonë, ka ecë mirë videoklipi? Videoklipi ka ecë mirë dhe ecë mirë, në përgjithësi videoklipi. Se kam prit? Po, shumë mirë. Do thënë drejtën, është ëmbël me shikuestë mi, me klientat e mi, me ndjekësit e mi, po them. Është shumë e ëmbël me ndjekësit e mi, domethënë që më përcjellin, e adhurojnë artin e mi, një pjesë e madhe domethënë më shkruajnë në Messenger ose në telefon kështu, jo në rrjete sociale publike, po pasandej i bëjnë shaka të ëmbla, se me publikun domethënë duhet njeriu me gjetë një modalitet me komuniku.
Megjithëse edhe nuk kam shumë kohë, po prapë kur publikohet kënga e gjej se ato më bënë një mesazh, çdo kur e merr mundin te kënga dhe shkruan mesazh privat. Mesazhet më të bukura janë tani, po tanë ato pare që i kishe klip po burë, po bjen edhe mua një pjesë. Dhe dëgjoni sa për pare, mos u bëni merak. Se thasha e keni po që i shkun kopi. Thasha atë janë për efekt, domethënë për efektet këngës, domethënë. Po publiku e gjen domethënë një formë që qeshe, domethënë tjesë edhe më afër me këngëtarin, domethënë me artistin, e gjen një formë ka marrë shumë mesazhe të bukura për punën e parë, societetin thotë ua, sa bukur thot kur e pash fund klipit që ke shu mbi jetesë dhe interes sot. E kishe godit. Po kjo është realiteti se nuk u shpik diçka që s'ka ekzistuar. Domthonë njeriu thot oj se tjetër thot a pranon ti ndaj bakshish më të madh se aty që në tavolina jo. Po pranoj pse s'pranoj domthonë me këtë lloj shakaje domthonë. Po kjo është një shtyrje domthonë për artistin se publiku është afër me te, publiku të respekton, nderon, po që të përcjell vazhdimisht. Përcjell, po kjo është edhe një obligim, për shembull për mua që thot, kontrolloj veten, mos gabo. Vazhdo, qëndro këtu, jo më poshtë, po më lartë. Domthonë, kjo se publiku është vula më e madhe, domthonë vlerësimi më i madh për mua është publiku, jo klikimi. Bekim, jo dje keni ardhur nga Tirana, me qenë se keni marrë titullin ambasador i paqes. Me të vërtetë një titull me vlerë shumë të madhe. Na flisni pak a shumë për këtë titull. Si shkoj gjithçka që ishe në Tiranë? Po, tani nga gjithë krijimtaria ime, me vite që kam bën për artin e muzikës, era një moment që kam propozuar miqtemi, ja e Fidel dhe Krista Qianushi, të kjo organizat, edhe domthonë kam nominu për titullin ambasador i paqes. E falenderoj shumë kryesin e kësaj organizate në Tiranë, që ma kanë dhënë këtë titull ambasador i paqes. Po domthonë tani jam edhe më i vlerësuar, domthonë ndjej veten shumë më pozitiv, po edhe me shumë obligim, se kjo më obligon tani që njeriu mos të gaboj në veprat e veta, po të vazhdoj punën lart e më lart. Domthonë këtu është një titull, faleminderit edhe një herë, jam shumë i gëzuar që kam këtë titull. Shpresojmë që do të kemi edhe hera tjera në studio gjithmonë me titujt, me këngë të reja, edhe me gjithçka që sjell sa të vish në Kosovë. Ti vjen shumë shpesh në Kosovë, po më duket çdo muaj. Pavarësisht po, çdo muaj, çdo 2 muaj varet. Po sa vjen me risi. Po vim me promovime, vim me realizime, paraqitje nëpër mediume. Domethënë nuk vjen veç kat për pushime. Me thënë drejtën kam kohë gjatë që nuk bëj pushime. Sa angazhimi andej, angazhimi këndej, po me që kemi, s'kem kohë, po, edhe punë edhe aktiviteti vjen pak si pushim edhe kjo. Kur arrit diçka, kur realizoj diçka, kur publiku e vlerëson, më duket sikur e kam relaksu veten në pushim, kam qenë 1 muaj ditë në Dubai. Bekim, s'po të marrë më shumë kohë, me qenë se e ke kohën e kufizume edhe e kime ikë për aeroport, për në Zvicër, kështu që unë të falenderoj nga zemra që gjete kohë që t'jesh sot me ne dhe me shikuesit tanë në emisionin Rrëfim Jete dhe ndave të gjitha ato rrëfime, me qenë se shikuesit janë mësuar që të shohin duke folë gjithmonë vetëm për muzikën, po ndave edhe një pjesë të jetës tuaj shumë personale. Kështu që knatësi. Dhe për fund, kisha propozu një refren të këngës u që këtë rreth Kosova që ta përmbyllin këtë rrëfim mjaft të mirë. Po, është u që këthret Qakova, u që këthret Prishtina, u që këthret Gjilani, u që po thot Drenica, u që ja shpat më shpat, u që ja po dërgjak, u që hej, bjeri shkau deri në Beograd. Faleminderit, ishte shumë natyrale tani.